Po, cila është surja kaptina më e gjatë në Kur'an? Suratul Baqara është surja kaptina më e gjatë në Kur'anin famëlart, që i ka dikun 49 faqe apo 286 ajete. Surja më e gjatë. Edhe që përmendëm se Omeri radiallahu ta'ala anhu, ati i ka morë shumë kohë për ta mësu dhe për ta praktiku, do thot për ta shti në praktik. Ja ejuha alladhina amanu, çka do të thonë alladhina amanu? Apo shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, apo kutiba alaykum as-siyam, juve ju është bën obligim agjërimi. E kështu me radhë. Prandaj Suratul Baqara është kaptina më e gjatë në Kur'anin famëlart. Cili është ajeti më i gjatë në Kur'an? Ajeti më i gjatë është gjithashtu në Suratul Baqara. Ajeti i borxhit. Ajetud Dain. Shumë me kuptu, po janë mundësit edhe me lexuar në gjuhën tonë. Shumë me precizitet Allahu Dhul Jalal e ka tregu se si duhet të jepet, të merret, të regjistrohet borxhi. Është komplet një faqe. Para Amana Rasulit. Faqja e para fundit të Suratul Baqara është ajeti i borxhit, ajeti më i gjatë në Kur'anin famëlart.